Zbardhet lista me 23 kandidatët që kanë paraqitur interesin për të drejtuar institucionin e avokatit të popullit, ndërsa afati përfundon sot në garën për të drejtuar këtë institucion. Nuk mungojnë emra të njohur si Endrit Shabani nga Nisma Thurje apo Lulzim Hamitaj, antari KPK-s, një prej hallkave që kryen vettingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Por në garë nuk mungon as Valentina Teodorescu, avokatja që ju caktua Sali Berishës në seancat e para kur nuk u paraqit në SPAK dhe gjykatën e posaçme. Gjithashtu në garë janë edhe Adriana Kalaja apo Jola Hysaj, emra të lidhur me Partinë Demokratike, apo Dardan Mustafaj, djali Besnik Mustafajt, ish ministër dhe ish deputet i PD-s. Gjithashtu në garë janë edhe avokatët Sajmir Vishaj dhe Tartar Bazaj, ky fundit ish nënkryetari i KLP-s. Lista e plotë e kandidatëve: Adriana Kalaja, Aranita Brahaj, Anton Kosteri, Anton Leshaj, Besim Drejgjoni, Endri Papajorgji, Endrit Shabani, Fationa Male, Genta Tafa, Gerti Shella, Ismail Tafani, Ola Hysa, Juliana Hoxha, Laureta Roshi, Lulzim Hamitaj, Myrteza Myftari, Sajmir Vishaj, Shkëlqim Sulo, Suela Koçibellin, Tartar Bazaj, Valentina Teodorescu dhe Skënder Haluci.